krizën politike që ka ndodhur pikërisht në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, domethënë dhomave se si kanë ata të përcaktuar. Dhe kanë qenë situata, domethënë partitë politike jashtëzakonisht me hendek ndaj njëra tjetrës për shkak të pjesa Katalonisë dhe kjo pjesa tjetër, dhe ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe derisa janë konstituar. Nuk do të kisha thënë që një parti politike në këtë rast LDK-ja me që e përmendet, do duhet të mbajë një qëndrim aq strikt se nuk e votoj një kryetar kuvendi Pse nuk duhet? Për çka nuk duhet? Po nisem për një perspektive mentor, po nisem për një perspektive pak më pozitive, domethënë që është partia e tretë. Po pra. Edhe se ka asnjë lloj obligimi, as kushtetues, as ligjor. Ajo po merr pjesë në seancë, ajo nuk i bojkoton seancat e kuvendit. Partitë politike të gjitha pa përjashtim kanë obligim, në ruajtjen e stabilitetit institucional. Unë nuk e shoh këtë asaj, për shkak se LDK-ja në këtë rast është në seancë shkon, nuk është interesuar me blloku institucione, mirë po njëjtën kohë është partia e tretë, se ka asnjë obligim as kushtetues, as ligjor që me bë përpjekje me i zgjidhur problemin edhe krizën politike. Ajo madje po kontribuon në pjesëmarrje për shkak kuvend. Jo, po, që vota është pro dhe kundër, pse do të më votu pro? E drejt kushtetuese është me votu edhe kundër, ki drejt me pas qëndrimin kundër. Duke votuar kundër, prapse ti kontribuon në një ngërç institucional, apo jo? Po mirë, nuk është çështja e LDK-s, as e PDK-s, as e AK-s, as e nismës, tash po them se nisma ime e AK-n. Po asnjë partie përpos partisë parë me i bë të gjitha përpjekjet edhe me i shterë tana mundësitë për me kriju institucionet. Nuk është e tyne. Prandaj në fillim e thash që zoti Kurti ka bërë mirë që e ka çu këtë ftesë. Pa him përmbajtje që e përmeni Fadili, që përmbajtja nuk duket shumë serioze, duket pak me një farë dozë të arrogancës edhe të provokimit. Ja, ishte ma shumë, duket pak çmuese, si adresim. Prapë mendoj që ati ta kanë, edhe i ka taku me që letër dhe ka që letrën. Mendoj që gabim ka bo zoti Abdigjiku, okej, ti shkojnë takim. Se s'po shkojnë takim edhe... Abdigjiku e po ati ftesën edhe pa filluar seancat e konstituimit. Po, kjo tash është një çështje e Kurtit, për shkak se Kurti, elektorati i Kurtit, e kom thonë 2-3 herë në për këto studio, elektorati i Kurtit edhe i vetëvendosjes këtë rast është elektorat, shumica aty në elektorati LDK-s. Kurti është rritë si parti, VV-ja është rritë si parti me elektoratin e LDK-s. Me njerë si nuk e kanë dashur krahun e luftës, edhe ata e kanë gjetë si shpëtimtare, kanë pa mas vdekjes rrugovës edhe mas problemeve që i ka pas Lidhja Demokratike e Kosovës, e kanë pa zotin Kurti e kanë pas si shpëtimtarin e tyre edhe ju kanë bashku. Prandaj ai e ka ai gjithmonë, domethënë, target e ka Lidhjen Demokratike të Kosovës, me marrë edhe jera ofër, me shti ofër që me të pësu sa ma shumë edhe me rritë vetën. Prandaj edhe nuk i bën ftesë Partisë Demokratike për me pas në farloj koalicioni, ose sot i ka bë ftesë për takim konsultativ, se u po nga përmbajtja. Për kuvendin, me zgjedhje të ngërç politik, për ndryshe në aspektin ai far koalicioni, nuk besoj që i bën ftesë për shkak se nëse Kurti e fton PDK-n, VV-ja do psohet. Se elektorati i VV-s, domethënë ka lënë prapë kthehet te Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo mendimi jam. Edhe prandaj edhe nuk i bën